Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka vijuar takimet nëpër biznese për të shpjeguar paketën e re, paqja fiskale, një iniciativë e qeverisë për të lehtësuar barën e bizneseve, si dhe për të shmangur kontrollet e tepërta tatimore. Bashkë me kandidaten për deputete Eriona Ismaili, Çuçi u ndal në një prej mobiljeve të Vlorës, e cila prodhon edhe për tregun e eksportit. Nëse fitoni më shumë se kjo përqindje, do të tatoheni vetëm me 5%, tha Çuçi, dhe nëse do të ketë një rritje ekonomike 4% në këtë vit, deri në fitim 4% që do të ketë kompania, do të trajtoheni siç është sot. Nëse ju fitoni 10%, po themi 6%, do të jetë me 5%. Kjo është një formulë që e çliron nga ngërçi deklarimit të fitimit dhe akumulon kapital çdo biznes që ka fitim dhe ecën përpara, ka deklaruar ndër të tjera drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Vazhdon e lehtësirave për biznesin edhe sidomos edhe për biznesin prodhues, edhe pa diskutim për bizneset të këtij lloji që nderojnë Shqipërinë me prestigj, jo vetëm me sasi. Pra, në Vlorë prodhohet për markat më të mira për mobilje outdoor sot në botë, për brendet më të mira sot në botë për markat outdoor. Si me thonë, po ta krahasonim me industrinë e makinave, prodhohet Ferrari, prodhohet Porsche, prodhohet Lamborghini. Pra, në vazhdon e këtyre lehtësirave, ne në 3 vjeçarin e ardhshëm, në bashkëpunim edhe me ekspert ndërkombëtar, do propozojmë një paket për një lehtësim fiskal për biznesin që lidhet me tatimin për fitimin. Lehtësimi e kemi quajtur paqja fiskale dhe lehtësimi konsiston në faktin që për rritjen për fitimin e biznesit deri në nivelin që do ketë atë vit rritja ekonomike e Shqipërisë, do vazhdojë tatimi siç është. Në qoftë se fitoni më shumë se sa kjo përqindje, do tatoni vetëm 5%. Pra, që ta shpjegoj ndryshe. Në qoftë se ne kemi një rritje ekonomike 4%, po themi. Në këtë vit, deri në fitim 4% që do ketë ndërmarrja, do tatohet siç është sot normale. Nëse ju fitoni më shumë se 4% nga viti paraardhës i biznesit tuaj, pra fitoni 10%, po themi, 6% do jetë me 5%. Pra, kjo është një formulë që edhe e çliron pak nga ngërçi i deklarimit fitimit dhe akumulon kapital çdo biznes që ka fitim edhe që ecën përpara edhe që kalon përpara në